mund të themi parakullnajat për Antarktidën, për zonën ku është ndaluar popullimi. Tokat e shfrytëzueshme në Antarktidë janë shumë thellë, shumë poshtë akullit të trash miliona vjeçar, dhe është gati pamundur për një biznes me teknologjinë e sotme që të lulëzojë atje. Të gjitha misteret që thuhen rreth Antarktidës janë vetëm për faktin sepse njeriu t'i duhet një leje për të shkuar atje. Nëse njeriu nuk shkon atje, njeriu fillon edhe nxjerr arsye, nxjerr teori, nxjerr hipoteza dhe më pas tenton të nxjerrë edhe përfitime prej tyre. Asnjë anomali magnetike apo gravitacionale apo ndonjë forcë tjetër nuk është gjetur, nuk është zbuluar në Antarktidë. Sot shkenca ka ecur mjaftueshëm dhe me anë të satelitëve, me anë të pajisjeve, ne mund ta shohim të gjithë Antarktidën me kamera, mund ta studiojmë me aparatë matëse që masin gravitetin, fushën magnetike dhe çdo anomali tjetër që mund të ndodhë në Antarktidë. Njeriu, me ç'kemi parë, nuk ka nevojë të frymëzohet nga romanet e Jules Verne, se fantazia e njeriu nuk i mungon. Vetëm ne duhet të ndajmë fantazinë nga realiteti. Fantazia ne na nxit që të përparojmë tesin përpara, por ne do të kuptojmë në kohë se cila nga këto hipoteza është reale dhe cila nga këto fantazi është vetëm një prallë. Gjatësinë e murit në thonjza kufizues të akullit të Antarktidës ne mund ta masim dhe ajo është 15.000 kilometra. Ky perimetër prej 15.000 kilometrash i Antarktidës nuk mund të rrethojë një sipërfaqe toke kaq të madhe, e cila përfshin shtete me distanca për shembull prej 20 apo 35.000 kilometrash. Ne e dim të gjithë që diametri është më i vogël se perimetri. Kështu që matematikisht dhe realisht del që Antarktida është ajo që rrethohet nga sipërfaqja e eksploruar e tokës dhe jo e kundërta. Sepse në atë kohë ishte shumë e vështirë për të kushtuar, shumë e vështirë për të mbajtur nga ai shtet që e kolonizon, si dhe shumë e vështirë për shtetet e tjera të sulmonin këtë shtet që e kolonizoi. Përveç këtyre vështirësive, të gjitha shtetet rënë dakord sepse ishte në interes të tyre, të paktën për atë periudhë, që Antarktida të lije me një anë dhe sipas konventës ajo u quajt një kontinent që duhet të ruhet edhe nga bizneset, edhe nga njerëzit. Meqë sipas konventës aty nuk duhet të ketë asnjë shtet, as njerëzit nuk duhet lejohen atje, sepse nëse aty popullsia shtohet, aty duhet të ketë patjetër një shtet. Ndryshe do të mbizetrojë kaosi, rrëmuja e probleme nga më të ndryshmet. Të gjitha misteret në lidhje me Antarktidën dalin vetëm për faktin se kërkohet një leje për të shkuar atje. Vazhdimisht në Antarktidë ka disa mijëra turistë, kurioz, eksplorues, shkencëtar, student që mbrojnë temat e diplomave të tyre dhe që asnjëherë nuk kanë gjetur anomali natyrore në Antarktidë. Çdo njëri prej nesh mund të aplikojë dhe mund të shkojë si turist vetëm ose me agjenci të caktuara dhe të eksplorojë Antarktidën.